Përshëndetje miq të ekranit të Radio-Televizionit Publik Shqiptar. Sot jemi në një mjedis krejtësisht të veçantë mes miq në një event të rëndësishëm, promovimin e një libri me poezi, por absolutisht nuk ishim se si të mos shkëpusnim prej këtyre miqve një akademik, njeri i nderuar, i cili natyrisht nuk është hera e parë që jep një intervistë për ekranin ton, por ne nuk ishim se si të mos i shkëpusnim të paktën disa prej të rejave më të fundit që ndodhin pikërisht në atë botën e vogël ku punojnë njerëzit më intelektual të këtij vendi në Akademinë e Shkencave. Kënaqësi që sonte në këtë mjedis të jashtëzakonshëm të kemi një intervistë ekskluzive profesor doktor Shaban Sinani. Profesor, mirë se erdhët në ekranin ton. Mirë se u gjeta, falenderimet për juve më së pari. Ndjehemi privilegjuar që jam për herë të dytë në studion tuaj, në bashkëbisedim me ju. Kësaj herë në një studio të improvizuar, në këtë natyrë të jashtëzakonshme, në këtë ditë pranvere, si është të vish në Korçë në një ditë pranvere pas ditëve të para të nxehta në Tiranë? Po, unë kam ardhur në Korçë dhe këtu ku jemi, edhe më tutje, edhe në Menkulas, edhe në Hoçisht, edhe në Baban, edhe në Bradvic, kam ardhur që prej 20 vjetësh. Dhe vi rregullisht edhe në anën tjetër të Korçës. Sepse është një vend që mua m'pëlqen shumë, Korça në vetveti është atraktive për çdo. Dhe mjediset periferia e Korçës kanë një organizim të bukur që të tërheq vazhdimisht. Këtu është bukuria e vërtetë. Profesor, në fakt ne ju shkëputëm nga rrethi miqve për t'u informuar, pse jo, për të rejat më të fundit që ndodhin në akademi. 2 vite më parë ka nisur një punë intensive për enciklopedinë shqiptare. Deri ku ka shkuar puna dhe grupi që tashmë po merret me enciklopedinë? Keni deklaruar që do duhen paktën 5 vite për ta mbyllur këtë enciklopedi, për që në dorën e lexuesve dhe të atyre që natyrisht kanë këshërim për ta njohur. Faleminderit për këtë pyetje. Enciklopedia shqiptare është projekti më i madh shkencor që është ndërmarrë ndonjëherë në shkallë mbar shqiptare. Jo vetëm në kuptimin e përmbajtjes, po edhe në numrin e studiuesve të përfshirë në realizimin e enciklopedisë shqiptare. Vetëm në 2 grupet e redaksive, në Tiranë dhe në Prishtinë, janë afërsisht 250 profesor, akademik, studiues, të cilët kanë marrë përsipër që të përzgjedhin njësi themelore enciklopedike që duhet promovohen në këtë amës të vlerave shqiptare, e cila do të jetë edhe propozimi i kësaj bote për botën e madhe. Me anë të enciklopedisë do të thuhet vendeve të Bashkisë Evropiane që shqiptarët janë këta. Ju mund të keni edhe një mendim tjetër, por shqiptarët për veten e tyre mendojnë kështu. Por nuk janë vetëm redaksit, nuk janë vetëm 250 veta që punojnë brenda këtyre redaksive, por janë edhe së paku 2000 bashkëpunëtor, të cilët do të realizojnë sipas 9 disiplinave të tyre artikuj që do të takojnë atyre disiplinave. Pra, nuk besoj të ketë pasur në një herë një ndërmarrje intelektuale kaq të madhe në shkallë mbar shqiptare sa ajo e enciklopedisë shqiptare. Ju më pyetët se cila është gjendja e tanishme e enciklopedisë. Gjendja e tanishme e enciklopedisë është në fazën përmbyllëse të listës përfundimtare të pranuar nga redaksit në Tiranë, redaksit në Prishtinë dhe një redaksi lokale në Shkup për njësitë referenciale që do të përmbajë enciklopedia shqiptare. Në vendimin midis 2 qeverive është përcaktuar që enciklopedia shqiptare do të përmbajë 10.000 njësi, pra do të përmbajë 10.000 terma të pavarur. Na rezulton që në këtë moment kemi diçka më shumë, nuk është në një tepëricë e frikshme, janë diku te 2.000-3.000 njësi përmbi kufirin që është parashikuar në marrëveshjen ndërqeveritare. Një rrugë është që të ndryshohet marrëveshja ndërqeveritare dhe të kalohet që enciklopedia përmban 12.000 njësi për shembull. Por rruga më e mirë është që të ruhet ai përcaktim për numrin maksimal të njësive enciklopedike dhe të vazhdojë seleksioni. Si mund të vazhdojë seleksioni? Seleksioni mund të vazhdojë duke i bashkuar
dukurit, ngjarjet, zhvillimet, personalitetet e të njëjtit nivel që janë të pavetë mjaftueshëm. Pra, nuk u mjafton vetja për të qenë njësi e pavarur në enciklopedi, por së bashku përbëjnë njësi. Për shembull, Ismail Kadares, drejtori i Gollit, Fatos Arapit, Dori Qiriazit, u mjafton vetja për të qenë në enciklopedinë shqiptare. Por shkrimtarët e tjerë të brezit të viteve 60 nuk janë të mjaftueshëm secilin vet. Ama një njësi enciklopedike për këtë grupim shkrimtarësh, poetësh, krijuesish është e mundshme. Pra, ajo që po bëhet tani, e që do të përmbyllet deri në fund të këtij muaji, është që këtij fjalësi të përbashkët, të miratuar nga të gjitha redaksitë, t'i bëhet përzgjedhja e fundme dhe diku të mbeten 11.000 njësi enciklopedike të propozuara për enciklopedinë. Mbas kësaj, prej qershorit të dhutje fillon lidhja e kontratave me autorët dhe faza tjetër është shumë e lehtë ajo që kemi tani. Përse është shumë e lehtë? Sepse një redaksi fushe, po themi redaksia e gjuhësisë. Redaksia e gjuhësisë ka 4 veta dhe punon për një fushë të tërë. Dhe duhet të trajtojë më shumë se 400 njësi enciklopedike. Kurse autori që do të trajtojë një njësi enciklopedike do bëj një punë të vogël, nuk do bëj punën e redaksisë. Do të thënë, pak a shumë autorëve do të bjerë që të bëjnë 3-4 artikuj. Dhe përgjithsisht janë të preferuar, jo përgjithsisht, po në kriter, janë të preferuar autorë të cilët kanë punuar një jetë të tërë për atë fushë, për atë personalitet, për atë zhvillim, për atë term, për atë dukuri. Pra për shembull, nëse do të flasim për emrin e drejtorit të Gollit. Për drejtorin e Gollit do ta shkruaj artikullin ai që ka shkruar gjatë gjithë jetës së tij, ai që ka një vepër të botuar. Nuk do të merret njeriu rastësor që të punojë për një njësi enciklopedike. Profesor, ju është dashur që të kërkoni dhe në arkiva përtej kufive shqiptar? Absolutisht. Baza e të dhënave që kemi pasur deri më tani, që baza të dhënash konsiderohet fjalori enciklopedik shqiptar në 3 vëllime dhe fjalori enciklopedik i Kosovës në 2 vëllime, përmbajnë së bashku diku tek 7.000 njësi. Tani, kjo lëndë që përmbajnë 2 fjalorët enciklopedik është lexuar në mënyrë kritike, sepse për shembull ka pasur njësi që janë përfshirë për arsye ideologjike, apo që janë kufizuar për arsye ideologjike. Për shembull, për arsye ideologjike janë kufizuar kryesisht termat që vinë prej besimeve, religioneve, që vinë prej shoqërive advetare jashtë vendit që kanë pas një ngjyrës politike apo një ngjyrës tjetër. Dhe për të shkuar tek ai kufizim që është bërë, që në enciklopedi do të ketë vetëm vlera përfaqësuese. Nuk bëhen hatëre me enciklopedinë, nuk bëhen ndere me enciklopedinë. Me enciklopedinë bëhet vetëm përfaqësim. Për të shkuar te ky kriter është dashur që edhe të ketë një përzgjedhje nga 2 fjalorë të mëparshëm, jo për të injoruar, sigurisht 2 fjalorë të mëparshëm kanë qenë një bazë e mirë për të nisur punën, por njëkohësisht të konsultohen bibliotekat, arkivat tradicionale dhe arkivat digital për të kuptuar se e gjithë periudha prej viteve 1990 të këndej është një periudhë promovimi. Janë promovuar të ndaluarit, janë promovuar të kufizuarit, janë promovuar të persekutuarit, janë promovuar të panjohurit. Kjo pjesë nuk i ka pas portat e enciklopedisë të hapura. Tani, këto porta hapen që të shtohet përfaqësimi, pa dëmtuar cilësi, duke respektuar çfarë është promovuar më parë, por jo në mënyrë konfirmuese, pra me lexim kritik dhe duke shtuar çfarë sugjerojnë arkivat, bibliotekat, burimet nga të gjitha anët. Në këtë rast bëhet fjalë edhe për enciklopeditë krajnore, bëhet fjalë edhe për fjalorët terminologjik, bëhet fjalë edhe për leksikonet e profesionit. Pra do të kenë hapësirë në tyre. Shumë fjalori i gazetarisë, ose fjalori i shkrimtarëve, ose enciklopedia e labërisë, ose enciklopedia e Dibrës. Nuk janë burime që nuk do të përfillen. Këto burime do të përfillen. Do të kenë hapësirën në tyre. Ajo që ka vendin për të ngritur në lartësinë e një njësie enciklopedike kombëtare do të ngjitet nga atë. Profesor, në Ministri i Arsimit në vitin 2026 ka deklaruar që do të ketë një ndryshim të theksuar në kurrikulën e arsimit parauniversitar. A do të kemi pjesë nga enciklopedia që do të përfshihen? Mund të ketë një bashkëpunim të mundshëm me Ministrin e Arsimit për ndryshimet në tekstet mësimore? Ne kemi kërkuar drejt për së drejti me Ministrin e Arsimit bashkëpunimin përparsor
për fjalorin e madh të gjuhës shqipe. Sepse fjalori i madh i gjuhës shqipe mund të konsiderohet pragu i tezaurusit të shqipes. Shqipja është një gjuhë që se ka akoma tezaurusin e vet, e ka të themi të magazinuar, e ka në kartotek, e ka në kartotekat digjitale, e ka dhe në korpuset që kanë krijuar qoftë individ, qoftë institucione. Por fjalorin tezaurus nuk e ka. Gjithashtu nuk ka dhe një fjalor minimal. Në gjithnjë më shumë kemi njerëz të cilët janë pamjaftueshmërisht të shprehur gjuhësisht, ka pikpamje gjuhësore, sepse punojnë me një fjalor minimal dhe përgjithsisht ky fjalor minimal po shkon të barazohet me fjalorin e menus të kompjuterit. Kjo është ajo që quhet dhe analfabetizëm funksional. Propozimi i parë që kemi bërë ka qenë që nga fjalori i madh i gjuhës shqipe të përzidhet fjalori themelor, i cili është i domosdoshëm për të qenë një folës në prag i Shqipës, jo një folës dinjitar. Një folës dinjitar duhet të zotrojë Shakespeare dinte 20.000 fjalë, përdorte 20.000 fjalë. Nuk po them që nxënësi do të shkojë tek pragu i cilësisë, përtej pragu të cilësisë, po nxënësi do të zotrojë fjalorin themelor të Shqipës. Dhe besoj që jemi në rrugë të mbarë për ta bërë këtë. Më tej do të vi pastaj enciklopedia shkollore. Enciklopedia shkollore do jetë një prej synimeve më të afërta, që do të ketë pa diskutim qëllim shkencor dhe qëllim didaktik dhe pragmatik, sepse prindi nuk do t'i thotë më prit fëmijës së vet për t'i dhënë një përgjigje për pyetjen që ai bën, por do t'i thotë këshilloju me enciklopedinë sepse e ke në këtë vëllim. Natyrisht ajo nuk do të jetë në 10 vëllime, siç është enciklopedia e madhe shqiptare. E madhe, po themi në kuadër të enciklopedisë, traditës botimeve enciklopedike shqiptare, dhe këshilltari më i mirë në familje, në punë, në zyrë do të jetë kjo enciklopedi. Në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, në midisjet e Universitetit Fanorit të Korçës është promovuar puna e deri tanishme e fjalorit të madh të gjuhës shqipe. Dhe mes të tjerash është bërë me dije që shumë shpejt ky fjalor, pasi puna të përfundojë, do të jetë për të gjithë ata që e duan ta kenë pranë dhe të konsultohen me të dhe në mënyrë digjitale. Do ndodh kështu me fjalorin enciklopedik? Kështu do jetë. Kështu do të jetë dhe do jetë vazhdimisht në qortimin edhe për mirë dhe për keq të atyre që të përdoruesve të Shqipës, atyre që do e përdorin. Pra, fjalori do të shtypet sigurisht në mënyrë tradicionale, por do të funksionojë në mënyrë numerizuar, që do të thotë përdoruesi më i zellshëm i fjalorit do t'i gjejë vlerat gjuhësore që i duhen për të shprehur përmes përdorimit digital, përmes përdorimit online. Kjo do të jetë shumë herë më lehtë dhe për brezat e rinj. Po, të trija veprat janë me akses të hapur. Kështu është edhe në marrëveshje. Enciklopedia, historia shqiptarëve dhe fjalori i madh i gjuhës shqipe. Është në princip e vendosur kështu. Sigurisht botimet e parë botimi i parë do të jetë i shtypur fizikisht, sepse është dhe një përgjegjësi ndaj qeverisë që ka dhënë një buxhet të konsiderueshëm për këtë, po. Dhe si thua, shlyhet një detyrë kontraktuale me botimet tradicionale në letër. Dhe menjëherë pas kësaj ose paralel me këtë, të trija këto tri vepra që mbushin një boshllëk me bonesë, por e mbushin një boshllëk të madh, cilësor dhe sasior në traditën e botimeve shqiptare, do të jenë me akses të lirë dhe në përdorim për çdo njeri që dëshiron të përdorë shqipen. Profesor, duke sikur puna në Akademinë e Shkencave është stopuar, ose më saktë është përqendruar vetëm tek këto punë, këto projekte të mëdha, madhore, që natyrisht kërkojnë kohën e vet. Por në institute, a vazhdon puna me ata profesorë që nuk janë përfshirë në këto projekte? Pra, vazhdon, si thua, këto segmente që bëjnë të tërën Akademinë? Atëherë, për teleshikuesit tuaj dhe për kënaqësi, po ju a them që të tre projektet janë ndërtuar në mënyrë paradigmatike që asnjë punonjës shkencor i institucioneve dhe i akademisë të mos mbetet i papërfshirë. Dikush përfshihet në nivelin e redaksisë qendrore, dikush përfshihet në redaksinë e periudhës apo të fushës, dikush përfshihet si autor, por nuk mbetet askush pa u përfshirë. Në këtë kuptim kjo është nismë akademike ndërinstitucionale dhe përfshin edhe institucionet e Kosovës dhe një pjesë të institucioneve të Maqedonisë. Përveç kësaj, të gjithë ata që i kanë virtytet intelektuale për të qenë akademik apo punojnës të instituteve të albanologjisë,
që kanë mbetur për një arsye apo një arsye tjetër jashtë tyre, për shkak të drejtimit që u ka marrë jeta e tyre, apo për shkak të moskapjes së kalendarëve për të konkurruar për antarësi, janë bërë pjesë e këtyre projekteve. Projektin e historisë së shqiptarëve e drejton Nerit Tanceka, e drejton Pascal Milo, e drejton Plum Xhufi. Pra, midis këtyre të treve, vetëm Plum Xhufi është antar i Akademisë së Shkencave. Dy të tjerët janë bashkëpunëtorë të jashtëm. Shansi i mirë ka qenë që buxheti i ofruar nga qeveria ka qenë i mjaftueshëm për të përballuar edhe drejtën e autorit për ata që janë ftuar të bashkëpunojnë. Profesor, është parashikuar në projekt një fazë ta konsiderojmë ankimimi kur të dalë fizikisht apo këshillim? Këshillimi. Po, për shembull, mbas muajit qershor, unë ju fola për amzën e enciklopedisë shqiptare. Pra do të 12.000 njësitë enciklopedike që do të mbushen, që do të shkruhen. Nga muaji qershor deri në fund të këtij viti do të ketë një periudhë këshillimi online. Pra leksikoni, fjalësi i përbashkët do të ofrohet online dhe kushdo që ka dëshirë të komentojë, mund të komentojë. Sigurisht që aty do të punojnë filtra për të dalluar rekomandimet shkencore prej rekomandimeve lokaliste, individualiste e tjera, por do të dëgjohet zëri i atyre që janë të interesuar për një hartimin e një enciklopedie kombëtare. Sidomos për sa i takon harresave që mund të ketë ndodhur. Sepse mund të ketë ndodhur, e di mirë që ka raste që ka ndodhur, që një emër shumë i denj për të qenë pjesë e enciklopedisë shqiptare, për një arsye apo një tjetër, jo për keqdashje, por sepse redaksia e komunikimit për shembull mendon se mund t'i takojë redaksisë lehtësisë, edhe kështu mbetet midis në kufirin e dy redaksive dhe mbetet e papërfshirë. E kuptoj. Profesor, do të ketë një rishikim të historisë së letërsisë shqipe? Projekti për një histori të letërsisë shqipe është pak i mëvonshëm. Duhet të mbarojnë këto 3 projekte. Por do të ketë. E kemi nisur me 4 projekte. Pra, historia e letërsisë shqipe do të ishte një prej këtyre projekteve. Mirë po, nuk që e mundshme që të siguroheshin forca intelektuale për të përballuar të 4 njëherësh. Kjo që një arsye. Të 4 projektet njëherësh. Një arsye tjetër që se Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës po shkruan ndërkaq një histori të letërsisë shqipe, por letërsia shqipe është një. Ne supozojmë që edhe nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës do të shkruhet një histori integrale e letërsisë shqipe. Pra do t'i përfshin traditat arbëreshe, arvanite, toske, gege, çame, letërsinë e vjetër, letërsinë e re, do të shikojmë pas kësaj. Pra, gjithsesi është një hap më tej. Pa parë se ç'produkt po vjen nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, që ne shpresojmë që do të jetë cilësor, zorse do ta hedhim këtë hap. Jo se nuk duhet. Nuk mjafton një histori letërsie. Duhen disa histori letërsie. Dhe studenti të zgjedh, jo vetëm studenti, edhe studiuesi të zgjedh qoftë për formim, qoftë për vetë formim, atë që i duket më e arsyeshme për të zgjedhur. Që duhet është e domosdoshme sepse teksti i fundëm i historisë letërsisë është shkruar në vitin 1995 nga Robert Elsi dhe në të vërtetë nuk është një tekst i mirëfillt i historisë letërsisë, është ta quajmë histori biobibliografike e letërsisë. Ka të dhënat biobibliografike për shumicën e shkrimtarëve, shpeshherë pa respektuar periudhat letrare, pa respektuar drejtimet e zhvillimit të letërsisë. Por gjithsesi është një pikë e arritur, ndërsa institucionalisht një histori e letërsisë shqipe është shkruar diku në mesin e viteve të 80. Profesor, duke patur parasysh problematika të shumta që ngrihen në mjediset akademike, flas për universitetet, pa kthehemi në bazë. Sa mendon se do të ndikojë ky projekt i madhor edhe në interesimin e të rinjve, pra t'i çojmë të rinjt, pra t'ju drejtojmë vëmendjen drejt këtyre punëve madhore për të kuptuar sa e rëndësishme është historia e letërsisë shqipe dhe jo vetëm. Unë besoj se do të ndikojë shumë. E para do të ndikojë për të ruajtur disa proporcione të brendshme të letërsisë nga njëra periudhë në tjetrën, nga njëra kohë në tjetrën, nga njëri drejtim në tjetrin, nga njëra shkollë në shkollën tjetër. Është e vërtetë se pas viteve 90 ka pasur një zell për rikthimin e të ndaluarve dhe është bërë mirë, sidomos me të mëdhenjt e ndaluar, jo me çdo të ndaluar, sepse jo çdo autor i ndaluar është objekt për një histori letërsie universitare, të flasim në këtë formë.
por në të njëjtën kohë, në tekstet shkollore para universitare, ka ndodhur dhe fenomene që janë jo shumë të arsyetuara, janë pak të arsyetuara. Për shembull, vitin e kaluar, para 2 vjetësh, Akademia përgatiti një konferencë për 100 vjetorin e lindjes Jakov Zocës dhe me atë rast ne konstatuam se kishte vetëm 1 orë mësimi për lehtësinë e Jakov Zocës në programet shkollore para universitare. Pra, për të mos thënë që dhe nuk ka profesor, sepse ka një pjesë të mirë të autorëve, unë do konsideroja shkrimtarët e letërsisë moderne shqiptare, Ernest Kolishi, Mitrush Kuteli, që pothuajse në shkollat e mesme nuk bëhen, vetëm përmenden, dhe kjo është unë e konsideroj një lloj fatkesie që të rinë nuk kanë mundësi që t'i njohin me detaj në mënyrë të mirëfillt të autor. Pajtohen plotësisht, për një periudhë ka qenë mungesa e botimeve. Unë e kam konstatuar vetë, kam mbajtur leksione edhe këtu, edhe në Tetov, edhe sidomos në Tetov e kam konstatuar se biblioteka e universitetit nuk kishte asnjë titull. Kisha një legjerat hapur për Mitrush Kuteli. Nuk kishte asnjë titull, asnjë titull. Dhe në vajtën tjetër ushtrova një koleksion të veprave të Mitrushit. Pra është një arsye objektive që botimet e Koliqit, të Fishtës, të Konicës, të Kutelit edhe të Lasgushit kanë ardhur me shumë vonesë. Duke ardhur me shumë vonesë, dënimi më i madh që mund t'i bëhet një letërsi është që ti humbush lexuesin e parë. Ta shkëputësh nga lexuesi. Nuk ka bërë dëm më shumë ndalimi se sa humbja e lexuesit të parë dhe pastaj humbja e lexuesit në disa breza me radhë. Dhe kështu, bashkë me mosvëmendjen e lexuesit, i cili mërzitet se nuk e gjen librin, tani është një situatë tjetër që tani libri është, ka ardhur dhe kjo tkurrje e studiuesit që unë po bëj diçka për Kutelin, po kush do ta lexoj? Cili nga ai që e pret këtë lloj. Sidoqoftë, historia e lehtësisë sot në programet shkollore para universitare, do të them edhe universitare, ka përpjestime të rregulluara dhe disa përpjestime që i ka krijuar vetë tani. Për shembull, kufizimi i numrit të orëve për lehtësinë e Dritor Agollit. Dritor Agolli është një prej shtyllave të lehtësisë shqipe. Në do ta sakatosh lehtësinë shqipe, hiq Dritor Agollin, ose hiq njërin prej atyre që përmenda, pak më ose hiq Migjenin. Është shumë e kollaj ta sakatosh, ti krijosh një përfituim krejt të gabuar brezit të ri, se cila është lehtësia shqipe. Të mos e bësh krenar për lehtësinë që duhet të lexoj. E pastaj çfarë do bëj? Do shkoj tek lehtësia e tjetrit. Dhe nuk është një fenomen që ndodh vetëm tek ne. Nuk ndodh me anglishtën. Në anglisht, 95% e lehtësisë që shkon në dorën e nxënësit apo studentit është i shkruar në anglisht. 5% është për kthyer. Ne kemi të kundërtën. 80% e lehtësisë është vjen nga një gjuhë tjetër. 20% është lehtësia jonë. Tani nëse duam ta inkurajojmë këtë 20% ta bëjmë diçka më shumë, jo për arsye jashtë letrare, por për arsye se shija është e tillë që duhet ta pëlqejë lehtësinë në gjuhën tënde, atëherë duhet që proporcionet të rregullohen brenda në historinë e lehtësisë të ardhshme, që unë shpresoj gjithsesi do ta ndreq ky projekt që po realizohet në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ku bëjnë pjesë edhe kolegë tanë të nderuar, duke përfshirë arbreshët, akademikët arbresh që janë shumë të zotë. Faleminderit. Profesor, në fund fare, për të mos ju marrë dhe më tepër kohë, përveç punës me këto projekte, vetë profesor Shaban Sinani çfarë ka në dorë për lexuesin? Po kam frikë ta them. Okej. Po merrem me një autor shqiptar të cilit i kemi një borxh të jashtëzakonshëm. Që është? Dhe ky është Luan Starova. Luan Starova. Për fatin e tij të keq, Luan Starova erdhi me vonesë në gjuhën shqipe. Erdhi me vonesë edhe në maqedonisht. Ai filloi të shkruante në frëngjisht dhe veprat e para i botoi në frëngjisht. Kështu për një periudhë të gjatë në Maqedoni ai konsideroi ai ambasadori i Jugosllavisë, pra nuk është hyni, në Shqipëri konsideroi po njëkohësisht njeriu i emërtesës së Titos dhe nuk kishte tërheqje për të, përveç i arratisur, familja e tij i arratisur në 45. Tani ai është shkrimtar fenomen, sepse është shkrimtar i tri gjuhësisë. Nuk ka pasur një shkrimtar në historinë e lehtësisë shqipe që t'i ketë shkruar të trija gjuhët vet. Shkrimtar të autopërkthyer ka pasur
që prej fillimeve të lehtësisë shqipe deri më sot. Shkrimtar dëgjues ka pasur që prej fillimeve të lehtësisë shqipe deri më sot. Kurse tre gjuhësh bjen një risi. Jo i autopërkthyer, po i rishkruar nga vetvetja. Starova djes pas shkruante duke mbajtur anash, po duke e rishkruar pothuajse pa ju referuar drejt përshëndetjes tekstit tjetër. Kështu që unë kam ngromulluar çfarë ka shkruar shtypi francez për të, çfarë ka shkruar shtypi i Maqedonisë së Veriut. Kam një koleksion studimesh që janë bërë në vitet 90 dhe në 2 dekadat e fundme në lexuesit e Ballkanit. Tani është një fenomen ballkanik. Shkruajnë kroatët, shkruajnë bosnjakët, serbët, bullgarët, turqit. Ka një bibliotekë të tërë me studime për Luan Starovën dhe ne aty kemi një borxh shumë të madh, kështu që nga ky detyrim jam duke punuar që ta realizoj. Dhe të urojmë shumë suksese, profesor. Të falenderojmë dhe për kohën që na kushtove. Të urojmë shumë suksese në gjitha projektet, mezi presim edhe studimin tuaj për Luan Starovën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Ju përgëzoj për mënyrën se si e zhvilluat të bisedë. Faleminderit. Korça ka mirëpritur ditët e fundit një mori artistësh të cilët janë bashkuar Festivalit të Radhës të Poezisë Korçare. Megjithëse quhet i tillë, në fakt ky festival bën bashk poet, shkrimtar nga vende të ndryshme të Ballkanit, duke kthyer kështu Korçën sërish në një vatur kulture. Kam kënaqësinë që sonte për herë të parë në ekranin e televizionit publik shqiptar të kemi të ftuar një poet, një shkrimtar, një dramaturg, një regjisor, një fitues i mjaft çmimeve, autor i gati 20 librave dhe natyrisht është nder dhe kënaqësi të ndaj me ne, jo vetëm për fajsimin e tij, edhe si fitues i një prej çmimeve në Festivalin e Poezisë në Korçare, por natyrisht të ndaj gjithë rrugëtimin e tij artistik, fitoret, sfidat, humbjet, për t'i ndarë ato me teleshikuesit tanë, për të marrë një përvojë dhe eksperiencë të jashtëzakonshme nga njerëz të tillë si Dinos Kubatis. Dinos, përshëndetje, mirë se erdhe në Korçë. Përshëndetje. Është kënaqësi për mua, por natyrisht ndihem edhe privilegjuar të intervistoj njerëz të jashtëzakonshëm me një përvojë kaq të madhe si ju. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στο πλατό. Faleminderit shumë, është kënaqësi e madhe për mua dhe një nder i veçantë që gjendem në shtëpinë time, në Festivalin e Poezisë. Studio και έτσι έχω και αναμνήσεις και χαρά που βρίσκουμε και πάλι ανάμεσά σας. Ju jeni rikthyer në qytetin e Korçës për festivalin ose për një event shumë të rëndësishëm që zhvillohet gati në çdo periudhë të vitit, pra rreth muajit maj dhe qershor, netët e poezisë korçare. Si e vlerësoni si event, se tashmë u bëj disa ta herë që ju vini? Είναι πιστεύω ένα πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Το παρακολουθώ με συμμετοχή κιόλας, σχεδόν από την αρχή. Unë besoj se ky nuk është një festival i vogël. E kam ndjekur këtë festival që në lindjen e tij, ashtu si një pemë që rritet. Është një festival vargjesh që bën bashk shumë njerëz çdo vit. Për ta kjo është shumë e rëndësishme dhe besoj që shumë shpejt ai do të kthehet në një event ndërkombëtar. Απλώς διευρύνεται και πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα έπρεπε να διευρυνθεί και παγκόσμια το φεστιβάλ αυτό. Kritika letrare me të drejtë vlerëson veprat tuaja edhe për një mesazh shumë të qartë që ju jepni. A është ky event, netët e poezisë, një mënyrë shumë e mirë për t'i bashkuar popujt nëpërmjet vargjeve? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος αυτός βασίστηκε πάνω στην ποίηση. Po, jam dakord me fjalën tuaj, sepse ky popull lindi nga poezia dhe është mbështetur tek poezia. Unë këtë festival e dashuroj në mënyrë të veçantë. Është shumë i vlefshëm dhe i rëndësishëm. Poezia është fillimi i botës njerëzore. Edhe politika vërtet shpiku shtetet, por në thelb të tyre ngeli gjua e poezisë. Ne kemi mësuar nga historia dhe fet se poezia është thelbi i botës. Festivali i poezisë në Korçë uroi të jetë rikthimi i thelbit të krijimit të botës, të gjuhës së shpirtit për një harmoni gjithëpërfshirëse. Μακάρι φεστιβάλ σαν το φεστιβάλ ποίησης στην Κοριτσά να γίνει πρότυπο και να γίνει ο οδηγός να επιστρέψουμε και πάλι στην ποίηση όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία. Duhet të kthehem pak në një tjetër
arritje në jetën tuaj, që është të qenit dramaturg. Sa ju ka ndihmuar ta njohësh nga afër letërsinë e pastaj t'i kthesh ato që ti fantazon në vepra dramatike. Sa e vështirë është ta bësh një gjë të tillë? Θα ήθελα να πω, χωρίς να περιαυτολογώ απόλυτα, ότι δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Pa dashur t'ju perifrazoj juve, për ta bërë këtë nuk është e vështirë, sepse ajo mbështetet tek fjala. Janë njerëzit ata që bëjnë fjalën televiz, sepse në fakt drama është përshtatja e fjalës me personazhet. Fjala duhet televiz. Është një martesë e fjalës së lirë me lëvizjen e personazheve.